Unë mendoj se në Ballkan më vendimtare për relacionet mes popujve është religioni se sa etnia, bile edhe brenda një populli. Edhe këtë dëshmoj me shqiptarët e mi të Rekës. Se do me thënë, nuk përjashtoj këtu ka njerëz si Manailovski ku ta diun. Ka qenë më së shumti përcaktues feja. Feja se jashtë Shqipërisë ka qenë përcaktues e feja, që dëshmi. Asnjë katolik, thashtë mbet një autobus katolikësh, që mbetën shqiptar, bën kroatët. Asnjë përpos 10 vetave shqiptar ortodoks nuk mbeti shqiptar. Mbetën vetëm muslimanët. Në një farë mënyrë, edhe tash do ta shpjegoj unë, du të jem objektiv, pse muslimanët, pse feja islame del që në një farë mënyrë e mbrojti shqiptarinë. Sepse nuk kishte kush t'i asimiloj aty në qinësi. Do me thënë, nuk ka qenë problem se ai nuk të do ty pse je katolik apo musliman, po pse ajo gjuhë u ka pengur, unë këtë e kam përjetuar, se ata na thonin neve kështu, flitni në gjuhë që t'ju kuptojmë. Se ishte ky problem, që ne I kuptonim ata, ata s'na kuptonin neve. Ne e dinim çfarë mendojnë ata për ne, ata se dinin çfarë ne mendojmë për. Ne e dinim çfarë shkruajnë ata për ne, ata se dinin çfarë. Edhe ata donin ta zhdukin gjuhën shqipe, se e dinin se me atë e zhdukin shqiptarinë. Sepse atë dheu që I ka mbajt shqiptarët në Maqedoni është gjuha. Këtë e them kështu edhe le të më gjerë. Asnjëherë në Maqedoni asnjë shqiptar nuk ka luftuar në baza fetare. Asnjëherë. Pra edhe në luftën e dytë botërore. Asnjëherë. Ato në kohën e perandorisë osmane, po ajo është njësoj sikur mu të më thuish pse ke qenë ushtari I armatës jugoslave. Pse më morën. Edhe atë njësoj gjatë perandorisë osmane është të thuish pse keni qenë ushtar të sultanit. Sepse ke jetuar, ke qenë ushtari u sultanit. Unë kam qenë ushtari Titos, për njerëzit. Ata ishin urrejtësit më të mëdhenj të shqiptarisë. E kam parë që themeluesit kryesorë të VMRO-s janë me origjinë. Ata, që u them me plot gojën, jo flas për popullin, flas për elitat, flas për akademit, flas për drejtor, se ata u bën gjithë, se kishin privilegje, u bën shumica e tyre drejtore këtë. Ata ishin urrejtësit më të mëdhenj, sepse unë edhe ai them kam mirë kuptim. Se ata ishin gjithmonë në test, mos na trajtojnë të kthehen. Do tregoni lojalitetin. Ata duhet të tregojnë se ai Maqedoni I vërtet, ashtu ta quaj, ai nuk kishte nevojë. A këta duke e ditur gavin se kush kanë qenë, se nanat e tyre unë këtë kam përjetuar, nuk dinin asnjë fjalë maqedonisht. Edhe ato duheshin të tregoheshin Maqedon të vërtet si, duke treguar se neve, ata ndoshta edhe s'na kanë urrejtur aq sa që thonë. Nuk është ajo. Nuk më nevojitet. Ai nëse nuk e ka kuptuar çfarë I ka thënë nëna e tij, që s'ka ditë asnjë fjalë maqedonisht. Ai nëse nuk e din se kush ka qenë, unë do të shkoj do t'i them shiqo. Jo, nuk po them do t'i them shiqo ti nuk po them jo një sekond. Pse unë nuk e mohoj atë që është kushëriri im. Pse unë nuk e mohoj? Unë jam musliman, por nuk e mohoj. Them, kam unë kusherin ortodoks. Atje që janë edhe Maqedonas. Edhe si Maqedonas I pranoj. Dhe ne e themi këtë, ata kur nuk e thonë këtë publikisht. E thonë kështu. Edhe do t'jem shumë direkt. Për shkak të disa komoditetit rrethanor. Kush e di pse, ndoshta edhe pse ashtu ndjen, hajde, bëhet deputet, bëhet shkencëtar dhe fillon me shqiptarët. Tashti edhe kryetari I BDI-s I merr nëpër mitingje thotë që ky vllau ynë nuk bëhen ashtu popujt. Populli është vedije, nuk është direktiv. Sepse nuk mund ne të bëhemi popull që sezonalisht e ndrojmë gjuhën, sezonalisht e ndrojmë fen, sezonalisht e ndrojmë kombësinë, se na ndodh kjo që na ndodh. Shkojnë 700.000 shqiptar në Greqi, 400.000 bëhen grek. Shkojnë 500.000 shqiptar në Itali për 2 muaj. Për 2 muaj bën italian. Unë flas tash për diçka që e ndjej. Unë e ndjej që atje atë që unë e di që është kushëriri largët I imi, nëse I them unë shqiptar ai turprohet. E kuptoj këtë, e tha disa herë, unë po të flas për diçka tjetër. Nëse Manuilovski. Po ju nëse doni shkencëtarisht t'i bëni ata shqiptar, ata e dinë këtë, se mjafton ta lexojnë Josip Bagerin, që është ortodoks shqiptar. Mjafton ta lexojnë historinë shqiptare.